Që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael më 28 shkurt, autoritetet iraniane kanë paraqitur një narrativ të qëndrueshme se një rrjet i gjerë operacionesh të inteligjencës së huaj është zbuluar dhe neutralizuar. Media shtetërore iraniane dhe ato pro-iraniane kanë raportuar për val arrestimesh në disa provinca, duke i lidhur shpesh të ndaluarit me Mossadin, CIA-n ose rrjetet të lidhura me to. Në disa raste, këto arrestime kanë përfunduar me ekzekutime, përfshirë personat akuzuar për planifikim sulmesh të armatosura në Teheran, duke përdorur sisteme të improvizuara lëshimi. Ky model nuk ka kaluar pa u vënë re edhe jashtë mediave iraniane. Raportimet izraelite dhe ndërkombëtare kanë pranuar pretendimet publike të Iranit për arrestime në shkallë të gjerë, shpesh duke i trajtuar me skepticizëm. Megjithatë, qëndrueshmëria dhe përmasja e këtyre njoftimeve sugjerojnë diçka më të strukturuar se sa incidentet izoluara. Zyrtarët iranian nuk po reagojnë thjesht ndaj paranojës së luftës. Ata po paraqesin një përballje të vazhdueshme intelegjence që i paraprin konfliktit aktual, por që është intensifikuar ndjeshëm që nga fillimi i tij. Ky dallim ka rëndësi. Nëse edhe një pjesë e këtyre arrestimeve pasqyron rrjete reale, atëherë depërtimi i inteligjencës së huaj në Iran ka qenë shumë më i thellë se sa pranoi publikisht, dhe ekspozimi i tij tani sinjalizon një çarje serioze në fshehtësinë operacionale.